I'm asking her, how did you met, and it was love in a first sight, or just because of the papers needed for No. citizenship? When I saw first time Katie, it was love. I don't know that she was sheep or Switzer or. It was Katie, the person. The person. Po thot që Keti u kon personi që ka bërë më dashuri, s'ka pas bëj hiç, se ki ditë sa është shqiptare, sa është. Nuk e ki ditë në moment. Kannst du übersetzen? Du wusstest nicht, dass ich Albanerin bin. Jo. 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 Vesh të ka pëlqyer më njëherë. Ku jeni taku? Where you met her? Wo haben wir uns getroffen? Remember? Wir haben uns über eine Singlebörse kennengelernt, eine ganz bekannte, und das war reiner Zufall. Gjermanisht ma përkthen se unë s'di gjermanisht. Ka qenë një aplikacion, Okej. dating, wie hieß das nochmal? Ah, me aplikacion. Po, Tinder. Po. Tinder. Në Tinder, po. Këtu halas kemi nisë mi përdor Tinder. Aty jemi njoftu, edhe do më thonë një kohë gjatë vetëm kemi shënu, jemi njoftu, do më thonë ashtu po, disa muaj më radhë, edhe mandej kjo është orë në Zvicër, jemi taku, edhe kështu fillon ajo tregimi ynë. Disa muaj në Tinder, në aplikacion, edhe mandej takimi kështu, a ka qenë i njëjti emocion edhe kur u pat live? Jo, ka qenë pak ma ndryshe se ashtu vetëm kur të shkruan me dikant, do më thonë, ma mërmendja që je ashtu pak ma e lirë, ose ndoshta bile, edhe ma e qetë për me shkru, për me shënu. Mrapa kur shkru një ma lirë, se si mandon pasojat atë. Po, se mendoj që kur të shet dikant, adin është pak ndoshta marja, pak emocionet asi, e kështu kur shkruan, ma mërmendja mu që është ma letë edhe mundesh mi spjegu ndoshta gjana edhe ma shumë se që kur të shet personin direkt. Kallëzon drejtën kur e ke njoftu në Tinder aty me fotografitë e veta, këto që i ka pas, a kon me flok, me një fotografi tjetër kuj. Jo, kon me fotografi zakonisht ndodhe del krejt tjetër kush. Ku zhama një djali agjës ka shkru, valloj që aty se jajmë pa të regjistru si të ishka në bolla. Jo, jënë kon fotot e ti, edhe me të regu të vërtetën nuk o kon ajo ma e rëndësishmja qysh doket, do më thonë pamja, po qysh është si njeri, e që ajo është që ka deshta që provova edhe me thonë, që njeri e njofton tjetrin, do më thonë tu shkru me ma shumë emocione, do më thonë